Horoskopi ditor, e hënë, 19 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 19 maj 2025. Dashi, sot sjell një shpërthim energjie që mund t'ju shtyjë drejt fillimeve të reja. Yjet favorizojnë lëvizje të guximshme. Prandaj përfitoni nga ky vrrull i zjarrt në jetën tuaj profesionale. Mundësitë që keni parë me padurim mund të bëhen të disponueshme dhe aftësitë tuaja të lindura të leadershipit do të shkëlqejnë. Megjithatë, keni kujdes nga padurimi. Balanconi entuziazmin tuaj me durimin për të parandaluar keqkuptimet në marrëdhëniet personale. Shëndeti juaj nuk duhet të lihet pas dore. Merrni në konsiderat përfshirjen e më shumë aktiviteteve fizike për të kanalizuar energjinë tuaj të bollshme pozitivisht. Financiarisht, shmangni shpenzimet impulsive. Një qasje e kujdesshme do t'ju sjellë më shumë dobi në planin afatgjat. Shoqërisht, rilidhuni me dikë nga e kaluara juaj që mund të ofrojë njohuri ose mbështetje të vlefshme. Kjo lidhje mund të ofrojë mundësi të papritura. Mbrëmja është perfekte për reflektim dhe planifikim. Përqafoni ndryshimet me mendje të hapur, sepse ato mund të krijojnë terrenin për sukses dhe përmbushje afatgjat. Horoskopi ditor i Demit, 19 maj 2025. Demi, sot mund të duket si një akt balancimi midis praktikës dhe kënaqësisë. Me Venusin që ndikon në kreativitetin tuaj, angazhohuni në aktivitete që frymëzojnë bukurinë dhe kënaqësinë. Por mos harroni të përqendroheni në përgjegjësitë e karrierës. Natyra juaj e bazuar do t'ju ndihmojë të menaxhoni detyrat në mënyrë efikase. Megjithatë, është e rëndësishme të qëndroni fleksibël ndaj sfidave të paparashikuara. Marrëdhëniet romantike mund të lulëzojnë nëse investoni kohë dhe mirëkuptim. Duke treguar vlerësim për të dashurit do të thellojë lidhje. Sa i përket shëndetit, disa teknika relaksimi mund të lehtësojnë çdo tension që vjen nga agjenda juaj e ngjeshur. Financiarisht mund të shfaqen kushte të favorshme, veçanërisht përmes bashkëpunimeve ose sipërmarrjeve të përbashkëta. Sidoqoftë, vlerësoni çdo rrezik para se të angazhoni burime. Ndërveprimet familjare mund të jenë veçanërisht të dobishme sot, duke ofruar si rehati ashtu edhe gëzim. Duke krijuar harmoni dhe stabilitet në mjedisin tuaj, ushqeni nevojën tuaj për siguri. Mbrëmja kërkon të shijoni qetësinë në shtëpi, ndoshta përmes gatimit ose kopshtarisë, duke siguruar ekuilibrin që zemra juaj kërkon sot. Horoskopi ditor i Binjakëve, 19 maj 2025. Binjakët, sot mendja juaj është plot ide, ndërsa Merkuri përforcon aftësitë tuaja në komunikim. Angazhimi në seanca për shkëmbim idesh dhe aktivitete rrjedhëzimi do të jetë i frytshëm, duke çuar potencialisht në mundësi emocionuese. Megjithatë, mes kësaj vorbulle, jepini përparësi qartësisë mbi sasinë kur shprehni mendime. Në marrëdhëniet personale, dialogët e hapur nxisin mirëkuptimin. Jini të vëmendshëm ndaj perspektivave të dashurve. Është një kohë e mirë për të zgjidhur çdo keqkuptim të mbetur. Shëndeti duhet të ketë përparësi gjithashtu. Balanconi stimulimin mendor me aktivitetin fizik për të ruajtur mirëqenien e përgjithshme. Financiarisht, shfrytëzimi i përshtatshmërisë suaj natyrore do t'ju shërbejë mirë, veçanërisht nëse nevojitet një ndryshim në strategji. Eksploroni sipërmarrje krijuese ose investime që përputhen me interesat tuaja. Në aspektin shoqëror, mbledhjet spontane mund të sjellin gëzim të papritur. Përqafoni lidhjet. Drejt mbrëmjes, relaksohuni me një libër ose dokumentar të mirë, duke i lejuar mendjes suaj të shqetësuar të relaksohet. Përqafoni çdo aspekt të ditës, duke e përdorur atë si një trampolin për ndërmarrjet e ardhshme. Horoskopi ditor i Gafores, 19 maj 2025. Gaforia, sot gërmon thellë në botën tuaj emocionale, duke inkurajuar reflektimin mbi dëshirat tuaja të vërteta. Besojini intuitës suaj ndërsa ajo ju udhëzon përmes çështjeve komplekse personale dhe profesionale. Përqafoni cenueshmërinë në komunikim, duke forcuar lidhjet me ata që kanë rëndësi. Diskutimet për karrierën mund të lindin që kërkojnë një qasje të dhëmshur. Udhëhiqni me empati për të përballuar sfidat e mundshme. Yjet sugjerojnë të përqendroheni në ekuilibrin midis punës dhe jetës. Një planifikim i kujdesshëm mund të parandalojë lodhjen. Stabiliteti financiar është i arritshëm nëse jepni përparësi kursimit mbi shpenzimet. Rivlerësoni buxhetet për të siguruar përputhjen me qëllimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, kujdesi për trupin dhe shpirtin përmes praktikave qetësuese si yoga ose meditimi do të ofrojë rehatinë që dëshironi. Lëreni kreativitetin të lulëzojë përmes përpjekjeve artistike, duke siguruar një dalje emocionale.
Këtë mbrëmje, kaloni kohë në shoqërinë e miqve të ngushtë ose familjes, duke çmuar familjaritetin dhe kujtimet e përbashkëta. Mos harroni, përqafimi i vetes suaj të vërtet fton lidhje më të thella dhe mundësi të papritura, duke vendosur tonin për përvoja pasuruese. Horoskopi ditor i Luanit, 19 maj 2025. Luani, energjia kozmike sot krijon një skenë të gjallë për leadership dhe karizëm. Përdoreni këtë ndikim për të çuar përpara projekte ose iniciativa ambicioze ku besimi dhe kreativiteti juaj tërheqin vëmendjen. Angazhohuni me ekipet duke treguar vlerësim për ata përreth jush. Pasi inkurajimi nxit besnikërinë dhe punën në grup. Në jetën personale gjeni kohë për të shprehur dashuri dhe mirënjohje, duke forcuar marrëdhëniet me gjeste të përzemërta. Financiarisht një mendësi strategjike do të sjellë përfitime. Eksploroni rrugë të reja për investime, por qëndroni të kujdesshëm ndaj mbingarkesës. Shëndeti është parësor, balanconi kënaqësinë me disiplinën, veçanërisht me rutinat e ushtrimeve për të ruajtur vitalitetin. Ngjarjet shoqërore mund të bëjnë përshtypje më vonë gjatë ditës. Kjo është mbretëria juaj, ku sharmi dhe shoqërueshmëria mund të krijojnë lidhje të frytshme ose të ringjallin miqësitë e vjetra. Në momente vetmie, reflektoni mbi arritjet dhe vendosni qëllime të ardhshme. Qëllimet tuaja janë të arritshme nëse krenaria nuk e eklipson durimin. Lëreni energjinë e sotme të krijojë ndikime të qëndrueshme në aspekte të panumërta të jetës. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 19 maj 2025. Virgjëresha, sot i kushton rëndësi organizimit dhe ndjekjeve të orientuara drejt detajeve. Shfrytëzoni aftësitë tuaja analitike për të përballuar detyra urgjente, duke siguruar efikasitet dhe përsosmëri në gjithçka që bëni. Çështjet profesionale përparojnë ndërsa tregoni për kushtim. Kolegët dhe eprorët vënë re angazhimin tuaj të palëkundur. Megjithatë, balanconi punën me jetën personale për të shmangur lodhjen. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i hapur dhe gjestet praktike. Tregoni mendim të thellë përmes veprimeve të vogla, pasi këto do të kenë ndikim të madh. Financiarisht, zgjedhjet pragmatike do të çojnë në stabilitet. Rishikoni shpenzimet e vazhdueshme dhe merrni në konsiderat kursimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, praktikat mendore trupore si pilates ose tai chi mund të rrisin fokusin dhe relaksimin. Kreativiteti është i pjekur. Angazhohuni në shkrim ose në ditar për të kanalizuar mendimet në mënyrë produktive. Yjet favorizojnë krijimin e lidhjeve, kështu që krijoni rrjet ose rilidhuni me individ që ndajnë natyrën tuaj të përpikt. Koha e mbrëmjes shërben më së miri për aktivitete introspektive. Përdorni vetmin për të rikalibruar dhe vendosur qëllime, duke vlerësuar rrugën tuaj drejt arritjes së qëllimshme. Horoskopi ditor i Peshores, 19 maj 2025. Peshorja, ndikimet qiellore të sotme nxisin një ndjenjë harmonie dhe fillimesh të reja. Ekuilibri është qelësi ndërsa lundroni në mundësitë në sferat personale dhe profesionale. Përqafoni një frymë bashkëpunuese, pasi puna në grup dhe partneritetet mund të japin rezultate të dobishme. Dialogët e hapur me kolegët ose partnerët do të forcojnë marrëdhëniet. Mos harroni se dëgjimi është po aq jetësor sa të foluri. Në skenën shoqërore, sharmi dhe diplomacia juaj tërheqin njohje të reja. Shfrytëzoni mundësinë për të zgjeruar rrjetin tuaj. Në çështjet romantike, dita është perfekte për të shprehur dashurinë dhe vlerësimin, duke ushqyer lidhjet emocionale. Financiarisht, rivlerësoni planet aktuale dhe zgjidhni strategji të ekuilibruara investimi. Shmangni vendimet impulsive, pasi durimi do të sigurojë rritje. Ndërsa afrohet mbrëmja, shijoni kohën e lirë personale. Merrni në konsiderat artin ose muzikën për relaksim, duke i lejuar mendjes suaj të çlodhet. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Përfshirja e një diete të ekuilibruar dhe ushtrimeve të moderuara mund të ruajë mirëqenien fizike dhe mendore. Lejoni që e sotmja të inkurajojë harmoninë, duke nxitur paqen dhe progresin. Horoskopi ditor i Akrepit, 19 maj 2025. Akrepi, 19 maj intensifikon fokusin në transformimin personal dhe vetëzbulimin. Përqafoni dëshirën për të eksploruar peizazhet e brendshme, duke fituar qartësi mbi dëshirat dhe aspiratat tuaja. Fushat profesionale mund të paraqesin mundësi për rritje. Besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime, pasi ato janë shumë të mprehta sot. Adresoni hapur çështjet e pazgjidhura me kolegët, duke nxitur një mjedis pune transparent. Marrëdhëniet lulëzojnë në thellësinë emocionale dhe sinqeritetin, tregoni ndjeshmëri me të dashurit për të ndërtuar lidhje më të thella. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes shpenzimet.
një ndryshim strategjik ose rishqyrtimi i investimeve mund të jetë i dobishëm. Nga ana shëndetësore, mirëqenia emocionale dhe fizike janë të ndërthurura. Praktikat holistike si aromaterapia mund të ofrojnë ekuilibër. Skenarët shoqëror favorizojnë daljet introspektive me miq të ngushtë mbi tubimet e mëdha. Ndërsa dita mbaron, angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, si mbajtja e një ditari ose meditimi, duke përforcuar forcën personale. Me yjet që rreshtohen në favorin tuaj, transformimet e nisura sot premtojnë ndikim të thellë dhe të qëndrueshëm. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 19 maj 2025. Shigjetari, energjitë e sotme fuqizojnë shpirtin tuaj aventuresk, duke ju thirrur të kërkoni horizonte të reja si fjalë për fjalë ashtu edhe metaforikisht. Dëshira për të zgjeruar njohurit mund t'ju çojë drejt përvojave pasuruese. Përqafoni mundësitë për të mësuar, qoftë një aftësi apo koncept i ri. Profesionalisht, idetë tuaja vizionare frymëzojnë ata përreth jush. Ndani njohuritë tuaja, por qëndroni të vëmendshëm ndaj reagimeve bashkëpunuese. Në aspektin e marrëdhënieve, ndershmëria është aleati juaj. Bisedat me zemër të hapur nxisin mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë. Financiarisht, eksploroni mundësi inovative investimi. Guximi juaj mund të sjellë shpërblime të papritura, por keni kujdes nga spekulimet tepër të rrezikshme. Shëndeti duhet të jetë përparësi, merrni në konsiderat aktivitetet në natyrë që sfidojnë, por edhe rigjallërojnë. Ndërveprimet shoqërore sjellin gëzim, ndoshta përmes tubimeve të ndryshme ose ngjarjeve kulturore. Reflektimi në fund të ditës ju lejon të përvetësoni përvoja, duke ju përgatitur për ndjekjet e ardhshme. Yjet sugjerojnë ta përqafoni këtë ditë me optimizëm dhe aventuresk, duke hapur rrugën për zhvillime emocionuese dhe të fryqshme në të ardhmen e afërt. Horoskopi ditor i Briciapit, 19 maj 2025. Briciapi, yjet sot theksojnë disiplinën dhe këmbënguljen, duke u parafruar në mënyrë të përkryer me ambicien tuaj të lindur. Vendosni qëllime të qarta dhe hartoni plane strategjike brenda jetës suaj profesionale për të siguruar përparim të qëndrueshëm. Puna juaj e palodhur njihet nga kolegët, duke quar potencialisht në përgjegjësi të reja ose role udhëheqëse. Në çështjet personale, bisedat kuptimplote me të dashurit forcojnë themelet. Shprehni përkushtimin dhe mbështetjen tuaj sinqerisht. Financiarisht, është koha e duhur për të rivlerësuar strategjitë afatgjata. Jepni përparësi stabilitetit mbi fitimet e shpejta, duke bërë investime të informuara. Nga ana shëndetësore, ruajtja e fokusit në rutinën e mirëqenies kontribuon në energji dhe qëndrueshmëri të qëndrueshme. Angazhimet shoqërore përfitojnë rrjetin tuaj, megjithse koha me miq të ngushtë ofron ngrohtësi emocionale. Ndërsa dita përfundon, angazhohuni në aktivitete që ushqejnë intelektin tuaj ose frymëzojnë kreativitetin, të tilla si leximi ose një hobi. Reflektoni mbi arritjet tuaja dhe rikalibroni qëllimet, duke përqafuar energjinë e sotme mbështetëse si një katalizator për rritje dhe prosperitet në të gjitha aspektet e jetës. Horoskopi ditor i Ujorit, 19 maj 2025. Ujori, idetë jo konvencionale marrin qendër të vëmendjes sot, duke nxitur inovacionin dhe zgjidhjet krijuese në mjediset profesionale. Përqafoni përpjekjet bashkëpunuese. Pasi puna në grup rrit produktivitetin, perspektiva juaj unike katalizon përparimet në grup. Në frontin personal, nxisni komunikimin e hapur me të dashurit, duke ndarë ëndra dhe aspiratat për të thelluar lidhjet. Dinamika e marrëdhënieve mund të përfitojë nga injektimi i risisë dhe emocioneve. Financiarisht, shfrytëzoni qasjen tuaj të menduarit përpara për të eksploruar investime jo konvencionale, por qëndroni të kujdesshëm me rreziqet. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Gjeni ekuilibrin përmes aktiviteteve që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen, siç janë vallëzimi ose enigmat mendore. Nga ana sociale, dita është ideale për përfshirjen e komunitetit ose tubimet intelektuale, duke nxitur rritjen përmes përvojave të përbashkëta. Ndërsa mbrëmja zbret, kënaquni me diskutime filozofike ose futuriste, duke zgjeruar horizontet tuaja. Pozicionimi kozmik ju fuqizon të krijoni shtigje që rezonojnë me vizionin tuaj unik, duke përgatitur skenën për zhvillime të papritura që përputhen me veten tuaj të vërtetë. Horoskopi ditor i Peshqve, 19 maj 2025. Peshqit, imagjinata dhe empatia juaj janë të shtuara sot, duke ju lejuar të shihni situatat përmes një lente unike të kuptuarit. Profesionalisht, njohuritë intuitive udhëheqin vendimarrjen, duke çuar potencialisht në rezultate të dobishme. Përqafoni kreativitetin në zgjidhjen e problemeve,
por ruani qartësinë në komunikim për të shmangur keqkuptimet me kolegët. Në jetën tuaj personale, ushqeni marrëdhënie duke treguar empati dhe vëmendje. Dëgjimi me zemër të hapur mund të forcojë lidhjet emocionale. Financiarisht, planifikimi i menduar siguron stabilitet. Shmangni ikje nga realiteti në shpenzime dhe përqendrohuni në sigurinë afatgjatë. Nga ana shëndetësore, praktikat holistike si meditimi ose ushtrimet e frymëmarrjes ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit emocional. Angazhimi në përpjekjet artistike ofron një mundësi të vlefshme për shpirtin tuaj krijues. Ndërveprimet shoqërore nxisin një ndjenjë përkatësie, veçanërisht kur jeni në grupe të dhëmshura dhe mbështetëse. Këtë mbrëmje, tërhiquni në vetmi ose kaloni kohë të qetë me të afërmit, duke rimbushur bateritë emocionale. Galaxy shtohet për të mbështetur ëndrat tuaja. Guxoni të besoni instinkteve tuaja dhe të frymëzoni të tjerët përgjatë rrugës suaj. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.